Sepse mendoj që politikanët tanë lexues që drejtojnë. Unë mendoj që Mendon se kthehen diktator? Kemi shumë pak politikanë që lexojnë realisht, por mos të them shumica nuk lexojnë fare. Pa dashur të futen politikë. Jo, s'kemi lidhje me politikë. Nuk lexojnë. Çdo gjë që ne themi këtu, se unë këtë e them në çdo fillim të çdo interviste, por është e shpjeguar edhe në description e playlistave të intervistave. Jo domosdoshmërisht çdo gjë që thuhet tu është vetëm mendim personal, nuk shpreh mendimin e institucionit apo linjën editoriale apo të kurrikulave të institucionit. Qëndrojmë dhe pak ke historia disa pyetje të shpejta. Unë do të them emrin, ti do m'japësh një mendimin e parë që të vjen në mendje. Ahmet Zogu. Krijuesi i shtetit të parë shqiptar. Enver Hoxha. Diktatori dhe paranojaku më i madh i Europës. Fatos Nano. Politikan papioni. Sali Berisha. Politikani më i lexuar, por nuk jo në gjithçka në politikë pastaj arriti të shpreh ato çka lexoj, por është politikani më i lexuar. Politikani më i lexuar. Më tregon vjerri një shoqes time që kur ai shkonte në Paris, të gjithë vraponin të blinin copa, ora, bizhuteri për të afërmit të tyre në Shqipëri, se Shqipëria ka qenë shumë e varfër, ti e mban mend. Sali Berisha, zoti Berisha blinte vetëm libra. Edi Rama? Nuk kam koment. Nuk kemi koment. Të falenderoj shumë. Faleminderit. Që ishe në Time Center. Dua të të falenderoj për gjitha bashkëpunimet që ke bërë me ne, që do vazhdosh të bësh se je e shtëpisë. Faleminderit juve për mikpritjen, ishte një intervistë që më shijoi shumë. Faleminderit të gjithëve që na ndoqët. Ju rikujtoj edhe një herë, të gjitha këto intervista mund t'i gjeni në të gjitha rrjetet tona sociale, mund t'i gjeni në bibliotekën tonë virtuale, në kanalin zyrtar të Time Center dhe Time Media Print Podcast në YouTube dhe në të gjitha rrjetet sociale. Faleminderit, gëzuar ditën e librit dhe lexoni, do na bëj një shoqëri më të mirë. Të mësosh kur nuk është vonë. Natën e mirë.